Gjendja e kolektorit të lagjes Mark Lula në qytetin e Shkodrës vazhdon të mbetet shqetësuese duke u kthyer në një burim të vazhdueshëm ndotje dhe rreziku për shëndetin publik. Ujërat e ndotura dhe mbetjet që grumbullohen në këtë kolektor përfundojnë direkt në shtratin e lumit Kir në zonën përballë Kuqit, duke krijuar një situatë problematike jo vetëm për mjedisin, por edhe për komunitetet që jetojnë pranë tij. Me rritjen e temperaturave gjatë sezonit të verës, rreziku për përhapjen e infeksioneve dhe sëmundjeve të ndryshme shtohet ndjeshëm. Prania ujërave të zezë në ambiente të hapura, era rënd dhe kushtet jo higjienike përbën një kërcenim serioz për qindra familje që banojnë afërsi të kësaj zone, si dhe për qendrën e banimit të komunitetit rom. Problematika nuk kufizohet vetëm te kolektori i lagjes Mark Lula. Në afërsi të kësaj zone ndodhet edhe një kanal kullues, mungesa pastrimit të cilit ka sjellë vështirësi të vazhdueshme për zonën e lagjes Tepe. Situata paraqitet problematike prej vitesh, ndërsa mungesa ndërhyrjeve për pastrimin dhe mirëmbajtjen e këtyre infrastrukturave ka bërë që gjendja të degradojë vazhdimisht. Kolektori i lagjes Mark Lula dhe kanali kullues pranë lagjes Tepe konsiderohen sot ndër pikat më problematike të qytetit për sa i përket higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit.